Dhe në qoftë se të godet një vështirësi, një fatkeqësi apo diçka jo e mirë për ty, atëherë mos thuaj sikur të kisha vepruar kështu, do të ndodhte kështu apo ashtu. Pra gjë e cila na e bën të ditur se gjithçka vjen me përcaktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe besimtari nuk plagështohet dhe nuk bëhet pesimist në qoftë se e godet një vështirësi apo e keqe, sepse e di që ajo është me hikmen, është me urtësinë e Allahut të lartësuar. Dhe gjithçka që e godet besimtarin i kthehet atij në mirësi. Ajaban li amri al-mu'min, e çuditshme është çështja e besimtarit, inna amrahu kulluhu lahu khair. Të gjitha çështjet i kthen atij në të mirë. In asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu. Nëse e godet një e mirë, një gëzim, falënderon Allahun dhe kjo është mirë për të. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Dhe nëse e godet një e keqe, një vështirësi, bën durim dhe kjo i kthehet atij në të mirë. Pra profeti alayhi salatu selam na orienton që fjala sikur në këtë rast është fjalë që s'duhet thënë pra kur pendohet dikush apo bëhet pishman për atë që i ka ndodhur, apo nuk bën durim, i cili është detyrë ndaj kaderit të dhimbshëm të Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa inna law taftahu 'amal ash-shaytan, sepse fjala sikur hap punën apo hap portën e shejtanit.